Çdo person në brendësi e ka tregimin e vet të pikëllimit. Çdo person thellë në brendësi e ka tregimin e vet të pikëllimit. Person që në brendësi ka gjuna e nga ai do të pendohet. Person që ndërgjegja e tij ndihen dhemge nga gjunahu i bërë. Person që në brendësinë e tij ka frikë nga vetmia dhe nga e panjohura. Person që ka vuajtur nga ata që i ka dashuruar, apo vuan për ata që i do. Person që nuk mundet ta paraqes njerëzimin e tij të vërtet. Person që është lodhur nga sakrifica. Person që i friksohet dashurisë. Person që do kthim. Person që i friksohet ndarjes. Person që për çdo ditë qan për ata që u larguan nga dynjaja. Person që ngrihet natën dhe qan për Allahun dhe janë kohet për brengat e tij. Persona të cilët i lexojnë këto fjalë, që ta gjejnë veten në disa nga këta rreshta të lartë përmendur, dhe persona që nuk e gjejnë veten në asnjë vend. Marrë nga Hoxha Irfan Yahiu.